Përshëndetje të gjithëve, kryetar Lështaku, nën kryetar Nura, general Sajt Jashari, Nuradin Lështaku, Fadil Kodra, Musa Jashari, Mosli Geci, Zenon Kodra, s'po muj pa i përmenze me që ta keni pas të mirën e të keqen konën ma të shtiren, që i falenderoj pejt ditës parë që jemi njoft edhe deri në ditën e sodit, që kemi qenë vazhdimisht bashkarisht, kemi qenë gjithmonë, po edhe ma të paktën fjallë, mja mojtë në menë që gjëshojtë për të keqen, a e s'ka ndodhë kur, po veç fjallë të mira, edhe fjallë miradia, fjallë bashkimi. Mos t'ju mes bashkë t'ju në tjerve, përshëndetje të gjithëve, ju falenderoj për këtë prezencë t'juj, ju falenderoj për këtë ditë që për mua ka rëndësi, po edhe për gjithë shokët e mi të idealit e të luftës, që aja luft me aq shumë sakrificë na ka sjell lirin dhe këtë liri që e gëzojmë sot kishëm pas dëshirë hala me pa shtetin tonë ma të fuqishëm edhe ma të mirë që gjithë dhe qytetar i Kosovës tjetoj dinitetshëm me nderë edhe me krenarin ma të madhe, sepse me krenari e me një dinitet e me forcë shpirtërore kemi nis edhe luftën kur jemi nëmru në gishta, as pak që kemi qenë, po falë gjakut edhe me sharit, falë gjithë asaj sakrifice, biti ma të mirë në grumbëllun rreth luftës të Shtetit Demokratike të Kosovës dhe me gjithat sakrifice, me gjithat nënd i arrit të Malis. Për mua kjo plak ka të me thonjet madhe, sepse shumë shok, edhe gjithë ta që i përmena, edhe plus tjerë që nuk janë sot prezent, janë të shmorë, janë heroj, kanë kalu për mes hajote, dhe i falenderoj edhe familjen time, edhe gjithë rrjetin tim këto të laushës e Drenicës, si na kanë mëndësua, e në bashkëpunim, e në përkraje të organizimit të legales, të organizimit luftës, dhe paket luftë, sigurisht kishë morë këtu. Këtë murë, sa t'jam gjallë do të ruj me fanatizëm, dhe kjo plak do të shkelqet gjithmonë, sepse ka vlera për mu. Hyes falenderit se për pak të arrova, edhe falenderit që këni vlerësu punën time që kjo plak sot vendosë këtu. Falenderit gjithë.